Territori shqiptar për datën 11 tetor do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme duke sjellë mot kryesisht me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Gjatë orëve të pasdites në disa zona malore lindore mund të ketë rreshje të izoluara dhe afat shkurtra shiu. Në pjesën më të madhe të vendit pritet mot i qetë dhe me temperatura të lehta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 7 orë diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond, ndërsa në Bregdet deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 11 tetor 2025 pritet të jetë mesatar rreth 3 deri në 4. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 11 tetor do të jetë në orën 06:41 minuta, ndërsa perëndimi në orën 18:14 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 19 gradë Celsius. Kukës 8 deri në 15 gradë Celsius. Peshkopi 7 deri në 14 gradë Celsius. Tiranë 9 deri në 20 gradë Celsius. Durrës 11 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj 10 deri në 19 gradë Celsius. Elbasan 9 deri në 19 gradë Celsius. Berat 9 deri në 20 gradë Celsius. Korçë 6 deri në 13 gradë Celsius. Vlorë 11 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër 8 deri në 16 gradë Celsius. Sarandë 11 deri në 18 gradë Celsius.